Sa di ka dhonë vullën me këtë takim, me mënyrën se që ka morë përsipër edhe ka morë përgjithësi jashtëzakonisht shumë për me çu kombëtarën e vet në finale. Sot bëni ndeshjen më të mirë kompeticionit, fitoi me merit, fal lejtarit më të mirë gjitha kohërave Lionel Messi. Messi sot edhe një herë e dëshmoi në këtë moshë me këtë prezencën e sotit, me një kombëtare shumë të fortë siç është Argentina, që është lejtari më i mirë i gjitha kohërave. Mendoj që sot i ka dhënë vullën me këtë takim, me mënyrën se që ka morë përsipër edhe ka morë përgjithësi jashtëzakonisht shumë për me çu kombëtarën e vet në finale. Ky Messi nuk e kemi parë në ndeshjet e kaluara, me Farukun bile diskutuam para fillimit të emisionit. Faruk e tha si në humor që me ato kundërshtar tjerë s'ka nevojë dhe atë shumë prezenca e Messit, po në këto takimet finale Messi ka kallëzuar edhe një herë pse është numri 1 në historinë e futbollit botëror. Ç'se thëshje me Egjiptin e ka kthyer se Egjipti u mbrojt. Edhe Anglia u mbrojt. Po. Qëre, dhe thashtë një të mirë, Messi me ekipe që pak njihen, nuk ka nevojë me lujt. Veç me najnë fushat atyre të fitojnë. Messi luan me ekipet moja. E që shtu ekipe është ti kur ta lisa ora, edhe ke kupa të shku për Angli, po si ke qi statusin, ti kupa e thajte. E thajte, e murë vesh Messi që qite statusin, ti edhe e thajte. E thajte, murë vesh edhe u dhezën ata. Çka mi bo qëti Faruku, ta kona i? Qa mi bo Faruku, qa mi bo E drejtës? kaftu hoxha, ka herë Faruku. Po unë e pritshmëritë e mia për Anglin që ka mund gjitë nalt, i ku marrit, në katërshën më të nalt. Po se ka kop mojën. Ha? Se ka kop mojën. Pa mi dhe në gjysmë finale, katërshën mo. Mirë po për mua është një, qysh ka thonë edhe po them shumë sinqerisht, është shumë hapur. Për bez zotit, pjesën e dytë, mas i ka thonë golin e dytë Anglia, më mire kësha u hesh kombëtarën e Anglisë une, se ai Tuchelja, Tuhela, kush është ai që për mua është një trajner ballak. Edhe është një ballak i llojit të vet. Prandaj Argentina ka fituar lojën. Hoxha, pas e morë ofër zemrës. Me merit, jo, po prishmëritë mia e kanë marrë. Faruku, po kur e postimin. Ma ka dole, A je me vdes? Po. e prisha vdesë, po kalzoj këse i me vdesë. A ki me fola qomë, qëta ka diqka? Dush me mora vdesë në herë, se edhe e prisha. Prandaj e vetmja kombëtare që ka bërë lojë të mirë, këtë kampionat deri këtu është Anglia, e cila e humbi shansin të shkojnë finale, por me një trajner të tillë që nuk e fut në lojë Sakan, po, sepse pikisht Saka është ai që bëri fiturën ndaj Po çfarë Saka kësi lojë, i kërset shkel me fytyrë Sakës, po Kujna, çfarë? ti Po drejt, Saka jetë i këqy lejtar të këcy, Jo, jo, mundi Saka, po e më Saka ju sjell juën të, po që Po ka çfarë vuar. Saka kësi lojë, ai diskuton as me hinë kësi lojë. Prandaj, ka qenë një kampionat relativisht i mirë, unë e kam uru dhe juroj foncat e Argentinës, kam fitu me merit, pa refer, pa FIFA.